Influencer World. Bota e influencerave. Tani erdhi një moment tjetër i rëndësishëm i emisionit tonë radiofonik që me thënë të drejtën unë dhe Anisa edhe Nilsa bashkë, megjithëse nuk ndodhet momentalisht në studio, nuk e kemi kërkuar, por është momenti kur ne do të ftojmë influenceren e Instagramit. Influenceren më në zë të Instagramit, zonjën Myqyryfe. Përshëndetje. Mirëmbrëma Myqyryfe. Jeni mirëmbrëma, shumë kënaqësi që të jem pjesë e emisionit tuaj më të ri. Jam shumë e lumtur që më keni ftuar mua në këtë puntat të parë. Nuk kishim Shikoj Myqyryfe, nuk pranoj njëri tjetër, kështu që megjithatë jemi shumë të lumtur që je këtu. Unë ndihem shumë e lumtur sepse duke qenë se kohët e fundit kam qenë pjesë e shumë intervistave. Një ndër to është edhe kjo të cilën unë Kjo është shumë, domethënë ke qenë në 1, 2 shumë. Po. Okej, Nilsa ishte me fat që nuk është momentalisht në studio me ne, por gjithsesi neve kemi këtë të ftuarën tonë që do të zonjushën Myqyryfe, më fal. Jeni zonja apo zonjush? Zonjush për momentin. Për momentin. Okej, dakord. Atëherë, thjesht për të të njohur pak, çfarë do të thotë të jesh një influencer? Atëherë, për të gjithë ata që ndoshta nuk e kuptojnë ose ndoshta nuk janë updateuar me trendet më të fundit, të jesh një influencer do të thotë që të influencosh njerëzit, të influencosh ndjekësit e tu dhe jo vetëm. Edhe të tjerë, dhe e të jo. Okej. Dhe ti nga kjo çfarë përfiton? Atëherë, duke qenë se menaxheri im më ka ke menaxher Myqyryfe? Po, patjetër. Më fal, Myqyryfe, sa ndjekës ke në Instagram? Unë në Instagram për momentin kam 24k. 24.000. Po, 24.000. Dhe ke një menaxher. Po kështu i themi ne i themi 24k. Po, ne flasim me k. Po, dhe një gjë, nuk është e nevojshme të lëvizësh shumë se jemi në radio, Myqyryfe. Po, mendova se ajo aty ishte kamerë. Jo, pa merak. Nuk është kamerë, si është një dritare. Relaksohu. Okej, po. Nuk ka nevojë për shumë. Në fakt unë mendova që do regjistrohej edhe doja edhe të falenderoja. Ka fakt kush ka sjell këtu, po nuk është problem. Doja të falenderoja vajzën që më ka bërë make-upin, Muan time. Qa është kjo? Mua. Qa është kjo? Je ti, do me thënë e bëre vetë make-upin? Jo, Mua do me thënë make-up artist. Është sa komplikuar. Ty, jo, Mua. Mua më bëri Mua. Ty të, okej. Po. Dhe doja të falenderoja Muan time për make-upin që më sepse këtu është jemi në radio e dashur. Gjithashtu edhe veshjen që më është mundësuar sot, këtë fustan me xixa, kaq interesant. Që doja u sugjeroja gjithë ndjekësve. Okej. Po nuk e shohin, Se nuk e shohin. Më fal, shkurt, ke ndonjë emër shkurt? Po, siç më thërë dhe shoqëria, Ryfe. Wow. Ky do të thënë është emri edhe jot artistik, sepse juve vendosni edhe ca kështu shkurtime. Në fakt ky është emri Instagramit tim dhe unë kështu njihem tashmë si Ryfe, po. Ryfe, duket shumë brand, shumë emër. Mund të bëjmë follow. Patjetër ju ftoj të gjithë dëgjuesit. Ju ftoj të gjithë dëgjuesit që të më bëjnë follow, të më ndjekin në Instagramin tim, Vizposht Ryfe Vizposht. Myqyryfe, çfarë produktesh mendon ose çfarë produktesh prezanton për momentin? Unë prezantoj dhe reklamoj produkte nga më të ndryshmet, duke filluar nga produkte që mund t'i veshim, nga produkte që mund t'i ham, nga produkte që mund t'i veshim ne të tjerët, nga produkte që mund t'i vëmë në kokë, nga produkte që mund t'i vëmë në fytyrë, nga produkte me të cilat na duhen në përditshmërinë tonë. Pra, të gjitha bizneset që më janë afruar mua, dhe ka shumë, mua dhe muas time, janë biznese të llojeve të ndryshme, sepse janë të interesuar për famën time. Patjetër, pse jo? Unë jam e hapur për çfarë do lloj bashkëpunimi. Qartë. Dakord. Ryfe, të lutem. Ryfe, më fal, se është emri jot i artit, nuk duhet të ndërhym. Mendoj gjëja që të gjithë dëgjuesit duan të dinë për ty që ke eksperiencë, domethënë, si mundet një person sot të bëhet një influencer i suksesshëm? Duhet të jeni vetvetja.
Ishte shumë përgjigje nisi e dashur. Kjo është në fakt shumë e vërtetë sepse për mua ka rezultuar e vërtet. Domethënë ti kështu je dhe në përditshmëri, po patjetër. Domethënë unë e gjej veten gjatë ditës duke bërë reklama ndaj shoqërisë time në kafe sepse më vjen shumë natyrshëm. Dhe vazhdon ke shoqërinë. Po, sigurisht. Dhe ato 20 kët janë të gjitha 24, më fal, ato 24 kët janë të gjitha origjinale, asgjë nuk është e bler apo ku ta di unë në një kështu. Tani gojët e liga thonë që shohin dhe profile indiane aty në komente që shkruajnë beautiful girl. Por unë nuk pranoj ti ndjek dhe ti dëgjoj këto komente sepse thjesht më japin mua negative vibes. Toj, Rythe, më fal, pse më vjen Rythi. Kuptoj e dashur, ti vazhdo keep doing you. Patjetër. Ndërkohë ju themi radio dëgjuesve që Ryfja do jetë çdo të premte këtu me ne dhe çdo të premte do prezantoj një produkt të ri. Sigurisht të ri, jo të vjetër dhe të përdorur. Dhe çfarë është më interesante do të thoja unë është që produktet më qyrife, mos u përdrit shumë se na lodhe. Po më është për vetë. Doja të thoja që çfarë është më interesantja është që për të gjithë dëgjuesit do të ketë produkte nga më të ndryshmet, pra si një hidraulik, si një mësues, si një spacator, do të ketë reklama për produktet që atyre do të interesojnë. Ju ftoj që të më ndiqni. Okej, të paktën disi të bëj reklam vetjes. E ka thënë 4 herë ju ftoj që të më ndiqni. 24.000 k, domethënë si thon 24 k. Po, unë ftoj që të më ndjekin. Okej, morëm vesh Ryfe. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve duke i ftuar të gjithë dëgjuesit që të më ndjekin. Po të mërshme, këtë jetë një ferë. Po ju uroj një natë të këndshme.